Hetimet e theduara te struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndaj pasurisë së zëvendëskryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka hyrë një fazë të re procedurale. Mëngjesin e kësaj të hënë në dyert e prokurisë së posaçme paraqit gazetari Sokol Baua, ish bashkëshorti i Ballukut, i cili u thirr për të dhënë sqarime në cilësinë e personit që mund të ketë informacione të dobishme për hetimin. Ai mbërriti rreth orës 08:30 dhe qëndroi për më shumë se 60 minuta në pyetje nga oficerët e policisë gjyqësore. Pas fundimit të seancës së marrjes në pyetje, Balla u largua pa dhënë deklarata për media duke ruajtur heshtjen për mbajtjen e dëshmisë së tij. Burime pranë organit akuzës bëjnë me dije se verifikimet pasurore janë një praktikë standarde në rastet kur zyrtarë të lartë dyshohen për shkelje ligjore, përfshirë abuzim në detyrë, korrupsion apo favorizim në tendera publik. Në këtë kuadër, hetuesit po mbledhin dëshmi dhe dokumentacion nga persona të lidhur ose që mund të kenë dijeni mbi transaksione financiare dhe pasuritë pa luajtshme. Balluku aktualisht është në hetim në dy procedura konkrete, tenderin e tunelit Llogaraz dhe për një nga lotet e projektit të Unaza e Madhe e Tiranës. Ndërkohë SPA ka bërë me dije se po shqyrton edhe disa procedura të tjera prokurimi ku nuk përjashtohet zgjerimi i akuzave. Çështja pritet të vijojë me hapa të tjerë hetimor, ndërsa vendimarrja e ardhshme do të varet nga provat dhe dëshmitë që do të administrohen nga prokurorët e posaçëm.